Ajo që nisi si një kërkesë administrative e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, tashmë është ndruar në një bashkim të madh kombëtar për mbrojtjen e gjuhës shqipe. Kauza e gjuhës ka bërë që shqiptarët nga të gjitha trojet dhe shtresat shoqërore të bëhen një zë i vetëm, duke cilësuar këtë betejë si thelbësore për identitetin dhe dinjitetin kombëtar. Mbështetja për këtë lëvizje ka marrë përmasa masive, me përfshirjen e tifogrupeve kryesore shqiptare, tifozët kuqezit të kombëtares, plisat nga Prishtina, ballistët nga Tetova dhe shfercerat e Shkupit kanë konfirmuar zyrtarisht se do të zbresin nga tribuna në Shesh për të qëndruar në krah të studentëve. Plisat kanë deklaruar se gjuha shqipe është e pacënueshme dhe e paprekshme, ndërsa shfercerat kanë bërë thirrje për mobilizim duke theksuar se kur preket çështja kombëtare, ata do të jenë gjithmonë aty. Protesta e dytë madhështore është paralajmëruar të mbahet të hënën më 18 maj në orat 16:30 me piktakim pranë urës së Gurit në Shkup. Nën motën bashkohuni me studentët të gjithë një zëri. Marshimi synon të dëshmojë se gjuha shqipe nuk është objekt negociatash politike. Të dashur prindër, profesor, mësues, nxënës, ne nuk po protestojmë kundër askujt. Ne po protestojmë që ta ruajmë gjuhën shqipe. Na bashkangjitni që të gjithë që t'i ruajnë të drejtat tona dhe amanetin për brezat që vijnë pas. Ditën e hënë, në 18 maj, ora 16:30, para urës së Gurit, do të mbledhemi të gjithë. Andaj, rini për krah studentëve, rini për krah nesh. Kërkesat e studentëve shqiptar nga 3 universitetet, ai Tetovës, i Evropës Juglindore dhe Nën Tereza në Shkup, janë të qarta dhe bazohen në ligjin për përdorimin e gjuhëve, e drejta për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Sipas organizatorëve, neni 2 dhe 5 i këtij ligji detyrojnë institucionet të mundsojnë përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha procedurat zyrtare, por kjo e drejtë po injorohet sistematikisht prej vitesh. Skena politike është përfshirë nga debate të ashpra lidhur me këtë organizim. Bashkimi Demokratik për Integrim përmes Arber Ademit ka mohuar kategorikisht se po e politizon protestën, duke deklaruar se gjuha duhet të bashkohet dhe jo të ndajë. Nga ana tjetër, koalicioni Vlen ka akuzuar BDI-n se fshihet pas tyre protestave për të instrumentalizuar studentët për interesa partijake. Ndërkohë, kryeministri Hristian Mickovski ka paralajmëruar një propozim zgjidhje, por studentët kërkojnë zbatim të menjëhershëm të ligjit dhe jo premtime të reja. Ky lëvizje ka gjetur mbështetje të fuqishme dhe nga figura politike në Shqipëri, Kosovë dhe Maltezi. Ish kryeministri Pandeli Majko dhe ministri i administratës publike në Maltezi, Marash Dukaj, kanë kërkuar trajtim të barabartë për studentët, duke theksuar se koha është për zbatim dhe jo për justifikime. Përfaqësuesit e studentëve mbeten të vendosur, nëse institucionet vazhdojnë të shpërfillin zërin e tyre, reagimi qytetar do të jetë edhe më i fuqishëm.